Horoskopi ditor e diel 16 nëntor 2025. Dashi, ditë shumë delikate dhe mërzitshme kjo e sotme për ata që janë në një lidhje. Asgjë nuk do shkojë si e kishit programuar. Bëni kujdes, dhe beqarët do mundohen në çdo mënyrë të bëjnë për vete dikë, por nuk do e arrijnë dot. Financat do marrin shumë kohë dhe mund, por me pak durim mund t'ja dilni ta stabilizoni situatën. Asgjë nuk është e pamundur. Demi, kontrollojeni veten gjatë kësaj dite, juve që jeni në një lidhje, dhe mos toni gjëra për të cilat do pendoheni shpejt. Partneri mund të mërzitet aq shumë sa mund të kërkojë të qëndrojë vetëm për disa kohë. Beqarat nuk do jenë në humorin e duhur për të kërkuar dashurinë. Financave do ju kushtoni kohën dhe vëmendjen e duhur. Nuk priten vështirësi. Binjakët, mos bëni gabim të luani me ndjenjat e partnerit tuaj sot, sepse mund të vuani edhe më shumë vetë. Çdo gjë në këtë botë kthehet mbrapsht. Beqarat do jenë në më shumë fat se kurrë, dhe do e gjejnë më shpejt nga sa mendonin princin e tyre të kaltër. Në planin financiar do gjendeni në një situatë të vështirë dhe me zor do ja dilni të ruani qëndrueshmërinë. Gaforja, Venusi do krijojë një klimë të nxehtë dhe plot ngjyra në jetën tuaj në çift. Shfrytëzojeni çdo sekondë kur të jeni pranë atij që dashuroni, sepse jo gjithmonë jepen mundësi të tilla. Beqarët do kenë shumë njohje të reja, por nuk do arrijnë dot të hedhin hapa më tej. Nuk do e lënë veten të shliruar. Me parat do keni shumë fat. Gjendja do fillojë të përmirësohet në mënyrë të ndjeshme. Luani, ditë rutinë dhe pas më të voglin emocion kjo e sotme për të dashuruarit. Ndryshoni sa më shpejt nëse nuk doni që marrëdhëniet që keni ndërtuar prej kohësh të vi fundi. Beqarët nuk të ndihen ende gati të fillojnë një lidhje, edhe pse mundësitë që do i jepen do jenë të shkëlqyera. Në planin financiar do mundoni dhe do vuani shumë që të rivendosni ekuilibrin. Virgjëresha, do i përkushtoni tej masës sot atij që keni në krah dhe marrëdhënia në çift do jetë fantastike. Kënaqësi dhe emocione pafund do përjetoni. Beqarët do ndihen si të bllokuar dhe do nuk mund të hedhin dot asnjë hap dhe pse do kenë mundësi pafund për njohje të reja. Financat do jenë të favorizuara nga yjet. Do keni të lehtë të kryeni edhe shpenzimet e nevojshme. Peshorja, ditë shumë e qetë dhe këndshme kjo e sotme për të dashuruarit. Do shkëmbeni çdo ide apo mendim me partnerin dhe marrëdhënia së do vijë do përmirësohet. Beqarët do kërkojnë dashurinë në vendet e gabuara, kështu që nuk do arrijnë ta gjejnë as sot. Në planin financiar do të vazhdoni të tregoni të arsyeshëm, nëse nuk doni të keni probleme. Akrepi, do ju mungojë tërësisht sensi i humorit gjatë kësaj dite dhe her pas here mund të konfliktoheni ashpër me atë që keni në krah. Kujdes, beqarët do t'i shprehin me zë të lartë pëlqimet, në mënyrë që personat në fjalë t'i dëgjojnë. Po humbët kohë duke u stepur, do harrumbejnë nga duart. Gjendja financiare do vazhdojë të mbetet e mirë. Shigjetari, do keni dëshira të çmendura gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift dhe pritet të vinë çaste fantastike. Shfrytëzojeni çdo moment sikur të ishte i fundit. Beqarët do jenë të parezistueshëm dhe do gjejnë princin e tyre të kaltër. Në planin financiar do t'i bëni mirë llogarit para se të filloni të kryeni shpenzime pafund. Britsjapi, të dashuruarit do kenë një ditë shumë normale dhe pas gjë të jashtëzakonshme. Për ta rëndësishme është të mos ketë zënka dhe debate. Beqarët duhet të kenë më shumë besim tek vetja gjatë kësaj dite sepse vetëm në këtë mënyrë do arrijnë ta bëjnë për vete personin që pëlqejnë. Financat dëmrohen gjithkohës nga yjet, nuk priten vështirësi.
Gjithçka do ndodhë si me magji gjatë kësaj dite në jetën tuaj sentimentale. Do merrni propozime surprizë të cilat mund të ndryshojnë përgjithmonë të ardhmen. Beqarët do pëlqejnë 2 persona njëkohësisht dhe do e kenë të vështirë të bëjnë një zgjedhje. Merrni kohën e dur për të menduar. Financat do përmirësohen fal një promocioni që do merrni në punë. Peshqit. Ditë shumë e qetë dhe pa ndonjë surprizë të madhe, kjo e sotmja për të dashuruarit. Merrini gjërat që të vinë për momentin. Beqarët do bëjnë çdo lloj sakrifice për të gjetur dashurinë e madhe. Gjithçka ka për të ndryshuar në jetën e tyre. Financat do jenë të favorizuara gjithkohës nga yjet. Do arrini jo vetëm të shlyeni borxhet, por të hiqni disa para mënjan.